Po më shqipni kusht ka qit me kry e ke pas qenë po një anë urat e dheu të t'pirë shpina Kristi me relarmi sërisht. Edhe pak. Po, Tani- pa e shkurtë, mos Po, të nuk e zjasur, ne dini. Tani, neve këto politika, fatkeqe, që na çojnë këto pasojë që ju keni shkruar dje lart, nuk jam kundër pasojës, po ne po marrim në analizë diçka që s'duhet ta merrim në analizë. Pra, është gabim të thuash që fëmijët e shkuar, çfarë i bëjmë një personi? Ne duhet të analizojmë atë shkakun. Shkaku neve na është palajmëruar nga të gjitha. Jemi dakord, po s'do flasim për Edi Ramën çdo natë, se okay, duhet ikë Rama, po kjo është temë tjetër. Shko, nuk po them do i tani ne kemi raportet ne e dim mirë tani unë po të them që ne kemi të gjitha raportet që ka bërë Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane, Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës, të gjitha flasin vetëm për këtë. Dhe ne tani na peshojnë të gjitha këto raporte, të gjitha këto dhe t'i ketë dirama. Nuk po them duhet të bëjmë një politikë që jo vetëm na duhet t'i ketë dirama, por ai që do vi pas, çfarë duhet të bëj? Se kjo është gjithë analiza e geopolitikës që ne duhet të bëjmë, po të mase nuk mund të rikthejmë më ata që kanë ikur, po të mbajmë ata që kemi. Dhe kjo është e gjitha që unë doja të thosha. Pra, tani politika tona jo më të largojmë ata që të kthejmë ata që kanë ikur, po të mbajmë ata që kemi. Faleminderit Kris, bëja kaloj fjalën Karli, ndërkohë bëra një editim të vogël sa më duket interesante për temën, për ta vazhduar edhe pak, pastaj në orën 12 mbyllim, e cila do të jetë një nga gjërat e tjera që ne në fakt pola edhe bisedova edhe me Altini që do ta diskutojmë herës tjetër me të, se ai ka statistika shumë të mira në fakt, po e kishte kohën e limituar për arsyet pse po largohen shqiptarët. Kështu që nga njëra anë kuptoj Kristin, ashtu siç e kuptoj edhe Bleonin dhe Albin që ka ardhur në majt hundës, gjithçka që ka lidhje me qeverinë edhe nuk po durojnë dot më t'ja dëgjojnë emrin. Karl, ti e ke fjalën. Kalim 2 sekonda vllai. Shiko, Arlita, nuk është problemi të ne jemi të mërzitur me të përkundra, sidomethënë ne kemi filluar duke diskutuar për këto çështje, po tani ose është kjo ana pragmatiste e imja, domethënë, ose nuk e di se si mund ta quaj, por vërtet të gjitha ato që tha Krisi janë të vërteta. Unë nuk e kundërshtoj në asnjë pjesë, po ideja është ne mund ta diskutojmë tash pse po ikin, por problemi është se ne këta I kemi humbur. Ne do lozim me kartat që kemi tani në dorë. Jo çfarë të ishte sikur të ishte sepse ishte temë specifike. Tash që ndryshuam temën normalisht, gjithë ajo fjalimi që mbajti Kristi ka vend. Po deri më atë ishte pak të zgjidhim mirë atë që kemi në dorë dhe rregullojmë më vonë. Tani që iku Altini, kjo është fatkeqësia që, domethënë, përgjatë vetëm këtyre 1 orë gjysmë që ne e patëm në Space Altini, arritëm që të merrnim vesh informacione dhe gjëra që ne nuk I dinim dhe nuk I posedojmë për 2 arsye. Ndjes Karl tani ta jap fjalën. Një, sepse qeveria shqiptare nuk ka mbajtur as edhe një qendrim për këtë temë, edhe së dyti nuk kemi as edhe një informacion nga qeveria britanike, se ne zakonisht gjithmonë I kthejmë syt drejt perëndimit kur vjen puna tek vështirësitë që hasim të paktën në komunikimin dhe transparencën brenda vendit ton. Po jap Karlit, pastaj Albi. Karli, të lutem mbaje shkurt dhe mos u zi me njerëzit. Falenderoj. Pse duhet shumë qartësu këtë mos u zi me njerëzit? Ja, diti pse unë kam për detyrë ta. Po. Shive, përse për këtë unë fëmijëve që janë zhdukur, nuk normalisht jam I shqetësuar ndhimen e tjera, po nuk besoj se është një problem shumë I madh sepse këto fëmijë kanë shkuar te njerëzit e tyre. Kanë shkuar te njerëzit e tyre, kanë shkuar te një I njoftun, kanë shkuar te dikush që ka dhënë një kontakt, nuk besoj se janë zhduk rrugëve edhe diçka kanë humb jetën ose diçka e tillë. Tan ata njerëz, tan ato fëmijë në fillim apo jo? A erdhe tani? Ke dëgjuar që në fillim se ai tregoi edhe për raste që trafikohen, që çohen në për lavazho e të po trafikohen kjo është ajo, si më thon, nëse ti mund ta qush trafiko, asaj që Britaniku e çon trafikim,
ai me shumë mundësi ka kërku vetat punë, ja ka ofruar atë punë për me shku me punu në lavazh. E ke parasysh? Më fal, besoj se ka shku me njofje. trafikimi, që do ta kështu vetëm po ta jap me terminologji trafikimi është kur vjen përmes mashtrimit, pra përfitimi përmes mashtrimit. Edhe kjo është problemi pagesa keqe etj, po më besoj se kjo është një pjesë e vogël e këtyne. Ajo që ne mund të bëjmë, ta marrim pak nga fillimi, ta shtjellojmë pak nga vjen kjo. Apo ta lajmë, mos ta ashtu se po Jo, po vetëm him pra thuaje, politikë. vetëm thuaje të përmbledhur edhe Po shkurt në 2 minuta. Okej, në 2013 Niku Bajlozi i madh nga Dragobia, dhe një shqiptarët patën një shpresë shumë të madhe se po vjen ndryshimi para 10 viteve. Erdhi PS-ja, erdhi Rama, shpresume jo po do him në Europë etj, edhe u zhgënjyme. E pamë që edhe ky është shërptor i të njëjtit pronar si edhe ai Bajlozi tjetër, ky na doli Bajlozi edhe më i madh. Ai tjetër i vravi shqiptar trupnisht në shesh, ky i vravi komplet shpresën. E para punës, shqiptarët nuk mund të ndalen se largohen. Shqiptarët largohen sepse ka një arsye për mu largu dhe shumë mirë bën që largohen. Shqiptarët nuk mund t'i ndalesh njerëzit për të mos u largu. Ajo që ne mund të bëjmë do t'ishte për me bë një përpjekje për mi drejtu këto njerëz, këto fëmijë, dhe mos të mitërit që të mos jetë ma qëllimi tyne për mu largu, të mos jetë më shku me ba lek me drogë, po t'jetë ndoshta me ba pak reklam sa jetës studentit. Shumë përfshi dhe mu janë studenta në Europë, edhe me të vërtet me qa kam një dhe prej tjerve, prej Bleonit etj, nuk është se ja kam lakmi, nuk është se është jetë e keqe, jeta studentit, edhe sidomos kur e kryen ke një jetë shumë të mirë, ke një pak shumë të mirë, edhe gëzon jeton shumë nuk ke nevojë mu fut në këto rrugëqorre që futen ato që shkojnë për mu marrë me trafik, që kanë këto andrat e drogës. Kjo do t'ishte një gjatë që do t'ishte përpjekje për mu ba. Edhe përsa i përket arsyes pse ikin shqiptarët ikin sepse nuk kanë lek, sepse në Shqipëri është rroga që nuk kanë vizë, rroga që janë rrit me 10.000 lek, ndërkohë që ato kostet e jetesës janë trefishu. Është vendi i cili nuk mund të hapësh një biznes pa hunger job, është vendi ku tregu është i kapun edhe është i bllokuar nga të njoftënit e qeverisë, në cilin lulëzon një oligarki totale e plot. Edhe nuk të lën me çu kry, si thonë, nuk të lën as me ba hajër si njëri, edhe po patë në ide të njërë në biznes suksesshëm, vine të vejnë gjoba, vine të marrin, vine të shtypin e të përdhunojnë, ato që kanë lidhjet me parin. Vetë një shpresë që me ndryshu kjo gja, atëherë unë besoj se shqiptarët do të kthehen, tanë këto shqiptarët që kanë ikë, besoj se një pjesë shumë e mirë do të kthehen kur Shqipnia të bëhet pak, kur të iku një fije kjo zgjebë që na ka ra. Besoj se një pjesë shumë e mirë e tyne do të kthehen, edhe sidomos shqiptarët që kanë shku sidomos të ri që kanë ikë tash vonë, unë kam përshtypjen se do të kthehen, edhe unë personalisht e kam mendimin mu kthy. Edhe nuk jam i vetmi, prandaj nuk më shqetëson shumë faktin se po ikin shqiptarët, sepse besoj se sapo të qirohet një pjesë e mirë të këtyne palachove që janë në klasën politike të sotshme, edhe shërptorëve dhe gojorsave tyne, besoj se atëherë do të ketë një rikthim shpreset, edhe do të ketë një rikthim të shumë shqiptarëve. E vetë një gja që mund të bëjmë për mendimin tem është që më bëj një përpjekje sa do të vogël që shqiptarët, të mos të ri që ikun, të mos të drejtohen në botën e trafikut, në botën e krimit, po t'ju pëlqejnë pak, t'ju reklamojnë pak mundësitë e tjera, mundësitë e një jete studentore, mundësitë e një qoftë edhe kurs, nuk e di. Sepse këto njerëz kur të vinë koha, këto njerëz do të kenë një aftësi, do të kenë një edukim perëndimor, do të kenë një edukim të mirë, edhe do të jenë një si thot asset shqip, do të jenë një vlerë e shtuar për Shqipërinë. Jo se ti shqipti nuk e thua, unë nuk e di çfarë pas ke bërë me këtë që e ke thënë këtë fjalën asset, e kam edhe të regjistruar, të dish.
Do ta përdor si kërcënim kur të fillosh të më Asset si mund thuhet asset ship. Na keni degeneru dhe shifën. Nëse kaç kisha vetë më thonë. Faleminderit Ishte një falje, të shera e parë që përdor fjalë tuaj. Po pra, e fix. Mundohem me hek, po s'pun ma gjani na keni na. Jo, e tha shumë mirë, vlerështuar. E tha. Albi, kishe diçka për të thënë? Jo. Veç me i tregu që e ka gjetë fjalën. More Alberti për Albi, se dhe Albertave shkurt Albi o thonë. Po, Albi e ka Se unë desha të them edhe për temën e kaluar, se mu akumulun disa tema. Po, se është e njëjta, do me thënë, pse janë larguar shqiptarët që kanë prodhuar më pas edhe zhdukjen e 200 fëmijëve. Desha të them vetëm për ato fëmijët, sepse lexova në media, ashtu si që tha edhe Iliri, tani është largu kam përshtypjen, që ndër 200 fëmijë ose minorent po themi, 13 ishin poshtë moshës 15 vjeç dhe vetëm një ishte gocë. Kështu që shumica e tyre janë djem adoleshent 16-17 vjeçar. Dhe ndër këta fëmijët, për mendimin tim tani se nuk do të bëj si ekspert, po për mendimin tim janë dy kategori. Një kategori është që janë të rrezikuar dhe të brisht për të trafikuar në mënyra të ndryshme, vajzat mund trafikohen seksualisht, siç e dim, djem mund trafikohen, mund bëhen prej e bandave kriminale ose nëse janë fëmijë fare mund të trafikohen edhe për të lypur. Dhe një pjesë tjetër që janë djem 16-17 vjeç, të cilët vetë trafikohen ose më saktë me vullnetin e tyre, ndoshta edhe të nxitur nga familjet, shkojnë në Britaninë e Madhe për të punuar, ndoshta edhe në për ato të famshme të shtëpiat e barit, ndoshta edhe punë të ndershme, edhe pse ata ilegal janë gjithsesi, sepse shkojnë në Britani në mënyrë klandestine dhe nuk shkojnë me vizë, por mund të ketë prej tyre që thjesht duan të ju bashkangjiten familjeve dhe të punojnë, të kenë një jetë normale, gjë që nuk e shohin në Shqipëri. Dhe këtu desha të shtoj që ky nuk është vetëm fenomen i Britanisë Madhe, për shembull për Italinë që unë e njoh, po shihja një link, unë i njoh edhe personalisht, po nga lajmet, kishte një lajm i vitit 2019, që thoshte janë 1600 fëmijë të braktisur në Itali, fëmijë shqiptar për 3 vitet e fundit. Pra në 3 vite ishin braktis 1600 fëmijë. Dhe çfarë janë këta fëmijë të braktisur? Janë minorent, këta djem 16-17 vjeç, cilët nuk mendojnë të mbarojnë gjimnazin dhe të mbarojnë një shkollë në Shqipëri, nuk e shohin perspektivën aty. Edhe thonë hajde se po shkojmë në Itali, po dorëzohemi në polici dhe po shfrytëzojmë faktin se ligji dhe konventat për të drejtat e fëmijëve e detyron shtetin italian që t'i japi dokumenta, t'i japi azil, t'i akomodojë nëpër ato qendrat e tyre dhe pastaj të integrohen normalisht në shoqërinë italiane. Dhe këtu nuk ka vetëm hallëgjim, po ka edhe njerëz të cilët un kam dëgjuar për shembull që kanë një pozitë ekonomike relativisht mirë në Shqipëri, po vin këtu sepse thonë hajde se po bëj letrat në këtë mënyrë, pra është një metodë. Tani unë nuk e di se sa funksionon kjo në Britaninë e Madhe, nuk e di tamam ligjin si është atje, po kam përshtypjen edhe atje është po e njëjta Albion, është po e njëjta. Prandaj dhe këta po flasin, por po më duket sikur po flasin në arë, domethënë kur s'din gjonë. Është po e njëjta vëlla, është e njëjta situatë ku fëmijët vinë dhe dërgohen madje jo në azil, po në për familje, ku janë familjarë që kujdesen për fëmijët. Casa familje do thonë këtej, që i lënë kështu si të adoptuar gjoja. Po, i fusin në për shkolla, i edukojnë, i arsimojnë, por që këta që i konsiderojnë këta të zhdukur... Mos bërtit se të dëgjojmë, se po faleminderit, po unë nuk po ju dëgjoj juve sepse jam duke drivur. Dhe doja gjithmonë në makinë. Jo. Dhe doja duke drivur. Ja rob. Tashi, më lër ta ti shkoj në fund saj. Fal Albion. Jo, të shkojmë deri në fund. Fal, po pyetja ime ishte çfarë këtë raportimin për të zhdukurit e kanë bë familjarët e fëmijëve apo e ka bë thjesht shteti anglez? Ja, ata japun përgjigjen? Anglez kanë bë. Ata japun përgjigjen? Ky raportimi për këta fëmijë të duhur, kam përshtypjen që është deri diku edhe politik. E humbur. Sepse shteti e ka me ligj të detyrueshme që të kujdeset për këta minorent, sepse konsiderohen fëmijë. Dhe në momentin kur këta largohen nga ato qendrat,
kjo është automatikisht përgjegjësi e qeverisë dhe e shtetit, dhe organizatat e majta, ndoshta edhe mediat, janë shumë të ndjeshme në këtë temë dhe thonë ja si dështuam ne që t'i mbrojmë këta fëmijë, sepse ata konsiderojnë sado që për ne mund të jetë normale që një djalë 17 vjeç të shkojë te babi vet, ata e konsiderojnë si një dështim të shtetit tyre, që shteti i tyre nuk e ka mbrojt një 17 vjeçar i cili ishte në gjendje ekonomike të keqe në Shqipëri dhe nuk arritëm ne ta integrojmë në shoqërinë tonë. Kështu që mendoj se kjo është shumica e këtyre djemve, por diçka që më bën mua përshtypje është se këta djem rrinë ato, po i quajmë kështu hotel ose konvikte, nuk i di tamam. Por pse këta nuk bëjnë dërim 1 apo 2 vite për të bërë për të bërë qytetar të Britanisë së Madhe dhe vrapojnë me ik. Dhe unë përshikoja një lajm tjetër. Sepse një pjesë e madhe kthehen Albi prandaj. Vetëm ne gjujta një tezë që këta emigrojnë me emra të rrajshëm. Unë desha të shtoj edhe diçka për atë që tha Alberti. Kjo puna e emrave të rrejshëm është abuzuar në vitet 99-2000 nga shqiptarët e Shqipërisë, që shkonin në Britaninë e Madhe dhe thonin jemi kosovar, po ikim nga lufta, dhe shumë të njohur të mi kanë bërë letra në këtë mënyrë sepse shteti britanik nuk i kthen të dot. Gjithsesi desha të shtoj vetëm këtë që kam pa në media britanike UK Daily, nuk e di tani sa e besueshme është për ata që jetojnë në Britani, por po e përshkruante rastin e një rast se si kishin ikur 3 fëmijë nga kjo qendër e famshme e strehimit. Dhe kishte ndodhur që një makinë ishte afruar afër kësaj qendrës, 3 fëmijë kishin hyrë mbrapa, nuk e di në fugon apo në makinë, dhe ishin larguar. Do të thonë nuk është se kishte ardhur dikush që t'i rrëmbente ose ishin fëmijë në kuptimin një fëmijë 8 vjeç që është në rrugë dhe merr dikush. Jo, janë adoleshentë që hypin një makinë, ndoshta kanë folë celularën atë dhe largohen. Dhe policia ishte ndjekur me anë telekamerave me makina dhe i kishin kapur. Tani unë nuk e di nëse këta po shkonin te prindrit apo po shkonin në ato shtëpia të barit famshme, por mendoj se është edhe një farë skeme që e përdorin, ndoshta sepse nuk duan të rrinë në ato shtëpia, ndoshta ndihen keq aty, ndoshta duhen bëjnë para shpejt ose ndoshta kanë një ëndër e cila po ushqehet sidomos shoqërinë shqiptare vitet e fundit, Anglia dhe kjo ka lidhje pak me atë që tha Kristi, se ne po bëjmë një shoqëri që jo vetëm nuk e dënon këtë model, po edhe promovon këta çuna që bëjnë lek me shtëpi bari edhe po legalizohen dhe po si ta themi po e mbajnë ekonominë në një farë kuptimi, sepse unë kam dëgjuar që blejnë shumë sidomos në tregun e të patunshmeve imobiliareve, si kemi filluar të themi. Blejnë shtëpia, blejnë dhe ndërtuesve ju leverdis kjo, sepse ka gjithmonë kapital për të blerë. Dhe se i kam disa tema të më falë. Do e lëmë kaq për momentin, t'ja jap fjalën Arbit dhe pastaj do kthem prapë tek ty, okay? Arbi. Jo, Ermali ishte para me. Jo, e bëri ndërhyrjen me Zoti Koliqi, edhe nëse do isha përpara juve e keni gjithmonë të hapur. Ja, faleminderit zoti Adili. Atëherë ju përshëndes. U kyç pak te tema. Mendoj se ka 3 arsye kryesore pse largohen shqiptarët prej trojeve të veta. Dhe po e rëndis kështu me që janë faktorët socio-ekonomik. Vetëm po të dëgjojmë keq, kështu që check your wifi. A dëgjohet më mirë? Mos jeve si duke driver Arbër. Po ja, e përshëndet të driver ka erdhi unë sigur ta dyja. Apo dëgjohet më mirë. Po dëgjohet më mirë. Okej, dëgjohesh shumë mirë. Okej, atëherë ka 3 arsye, edhe po rëndis kështu me të faktorët politik, cilët i përkashojnë në vendin e tyre, gjithsesi këta faktor socio-ekonomik dhe politik bizotrojnë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, po edhe në gjithë rajonin. Edhe është vështirë për t'ju ikur këtyre faktorëve, nëse jeton në pjesë të ndryshme të Shqipërisë, Kosovës e ku ta diun. Rritja ekonomike, zhvillimi ekonomik, edhe pse duket se ka qenë një lloj mesatare në vendet e rajonit, hajde ta marrëm diku 3 deri në 4%.
nuk është e mjaftueshme për të nxjerrë disa njerëz ose disa klasë të njerëzve, disa grupe ekonomike që dyta është Nuk bëhet. Nuk të dëgjoj mirë, Arbër. Nuk bëhet, Arbër. Nëse mundesh të hysh pas pak kur ti je diku në një zonë që ke më shumë valë, se nuk po dëgjohesh mirë. Nuk kuptohesh çfarë thu. Parkohu, Arbër, parkohu. Jo, s'moj më parku tash veç pe ndërprema sa në kyqe ma. Po drajvo deri në Hajde. Qytet trig sa se si është fjala e dur shqip, hajde na e Po, thuaj nis. trigger. Nis makinën më. Jo, trigger. Jo, e sa- kom nis makinën, po jam në rrugëve të fshatrave këtu në afër Chicagos. Edhe Ja. mund t'jetë që sinjali nuk është i mirë i telefonit. Megjithatë, unë po besoj që edhe pa fol. Po, elitar Arbri në përfshatra, në përgjëra, shkon për qef. Se pas ka fshatra Chicago? Hajde, nëna birë. Para me në, kështë ka shku me emigru në Angli, po në fshat, ti fshatin në fshat. Po kështu unë me punë kam dëshirë kështu të jetat më qaj në për fshatra. E jo në për qytete edhe kullat të mandafshta si kur zoti jeta. Po Do t'i prito heta Ermal shtatanik ke lindur, prito vlla ta mbaroj, mere fjalën. Apo ndëgjohet ma mirë tash, se ka mundësi që po i ofrojmë qytetit edhe punës. Dëgjohesh, prit çka kishte Ermali për të thënë diçka edhe e merr Arbri prap. Hajde Ermal. Jo, thjesht po i thoja zotit Heta që ata aktualisht ato të pasurit jetojnë në përfshatra në shtetin e vet. E vërtet, zoti Adeli, nuk e di Heta këtë punë. Arbri nuk është i pasur, ka dalë. Dëgjoni se e përmenda të faktorët socio-ekonomike dhe politik si arsyën e parë. Arsyeja e dytë mendoj unë është rritja e standardit të disa njerëzve, të cilët jetën normale më nuk e quajnë atë normale të cilin ne kemi pas para disa viteve ose familjet shqiptare kanë pas para disa viteve, po kemi kaluar në një normale të tjetër të standardit të jetesës, që është më e lartë dhe ajo normale nuk mund gjitet më në vendet tona. Prandaj edhe rritja e standardit edhe përmes teknologjisë, edhe përmes udhëtimeve që njerëz të shkojnë edhe i shohin jetën standardin në vende të ndryshme, sidomos ato të perëndimit, ka bërë që disa njerëz ta ngrisin standardin e jetesës ose ta kërkojnë një standard më të lartë të jetesës, edhe këtë gjejnë për vendet të perëndimit, prandaj edhe emigrojnë. E treta, edhe mendoj që kjo është arsyeja më e dhimbshme për mua, është që ka një farë diskriminimi brenda llojit në vendet tona. Për shembull, një djalë apo një vajzë nga fshatrat e Vlorës, Krujës apo Drenicës emigron në qytetet e mëdha, Prishtinë, Tiranë apo Vlorë, aty fillon me shkollë, me punë. Fillimi është shumë i mirë, masandej pas disa viteve kupton që aty ka një farë diskriminimi ndaj këtyre njerëzve të fshatrave, sidomos në punë, në formime sipër, në çdo pjesë të jetës, domethënë ju bëhet pengesë. Edhe kjo besoj që disa njerëz i shtyn që të marrin dy vendime. E para është vendimi që të kthehen në vendlindje. E dyta të vazhdojnë, në fakt 3 vendime, vazhdojnë të jetojnë aty me një farë lloj që të mundohen që të arrijnë cakun ose të depërtojnë në atë ambient diskriminues, edhe e treta që të largohen nga ai ambient. Edhe besoj që një pjesë e këtyre njerëzve, unë besoj që largohen edhe për shkak të këtij diskriminimi që ju bëhet në vendin e vet. Domethënë në Tiranë, ku bëhet në Prishtinë, në Vlorë, në disa pjesë të tjera. Edhe Po këtë ikin kam të nga dëgjuar. qyteti, pa më radh, nga bloku po ikin. Jo, unë e thash që ikin njerëz edhe për arsye tjera, nuk e thash që nuk ikin edhe ata të bllokut. Unë e di që ikin ata të bllokut, ata me siguri futën atë pjesën e dytë. Ky diçka që do të dhëna ai ki prej dika, pi paramendon kështu. Unë i kam këto tona, po kam edhe kështu si tregime që njerëzit kur shpërngulen në qytete, sidomos në Tiranë dhe Prishtinë, nuk është se e gjejnë veten lehtë ose mund të depërtojnë lehtë duke marrë parasysh nepotizmin,
edhe diskriminimin i cili është me bazë kështu regionale, edhe sidomos ndaj këtyre njerëzve. Edhe kjo i bën disa prej këtyre njerëzve që të largohen nga vetëdita. Domethënë këto janë për mua 3 arsyet kryesore. Tash me fol pak edhe për komunitetin shqiptar, sidomos se ishte më duket tema fillim në Angli. Unë mendoj se atje ka një potencial të jashtëzakonshëm tek këtij komuniteti shqiptar, qofshin ata të Shqipërisë apo të Kosovës. Gjithsesi duhet marr parasysh që imigrimi pa letra ose në mënyrë ilegale ti limiton pak rrugët, sepse dikush ta këtu që duhet të jenë studenta, duhet të përfaqësojnë Shqipërinë siç është më së miri, por ajo nuk është gjithmonë e mundshme. Sepse pa letra, domethënë në mënyrë ilegale kur ti migrosh atje, e ki të limituar edhe gjetjen e punës, edhe regjistrimin nëpër shkolla, edhe disa punë të tjera. Domethënë pak është e vështirë, në fakt është e vështirë shumë për disa prej tyre të cilët imigrojnë në mënyrë ilegale, që të kyçen edhe në jetën e Anglisë, prandaj edhe disa përfundojnë nëpër rrugë ose profesione që nuk janë të lakmueshme. Megjithatë, unë çka kam pa në pjesë të ndryshme të Evropës, sidomos në Angli, ka një potencial të jashtëzakonshëm tek rinia jona atje shqiptare dhe besoj që neve duhet diskutojmë edhe përmes strategjisë kombëtare, po edhe përmes strategjisë qeveritare të dy qeverive në Kosovë dhe në Shqipëri, se si duhet ta ngrisim këtë potencial, si duhet ta ushqejmë këtë potencial që në fund edhe ta thithim edhe ose ta kthejmë në vendet tona përkatëse, ose të bashkëpunojmë me ta që në mënyrë që këtë potencial ta shfrytëzojmë edhe për të mirën e kombit ose shteteve tona përkatëse. Që ka faleminderit. Alisa ky tha ta thithim, më fal. Kush e ka randën? Nuk po komentoj. Nuk pas kanë dëgjuar Alberti me vëmendje, ka u fokusuar te disa pjesë kështu që Alberto, shejtan ku të vetë mendja. Zoti Heta është shumë i fokusuar te asociacioni, kështu që kur vjen pjesa te këto anë të tjera. Më fal, shkurt pak humor sa për ta lehtësuar temën. Po si më nuk e tha njëri sakt, asociacioni. Po edhe kryeministri sot në parlament është asociacioni. Të gjithë, asnjëri nuk momentin Tonja Brau dhe ai ka thithë. Nuk janë dhe goja, prandaj. Asociacioni. Në momentin që del shpejt, në momentin që del kjo fjalë shpejt nga goja, del në atë lloj mënyre të theti. Po pra si kupa me kapak. Po kur Karli, çush i thon asociacionit shqip? Mbledhja, bashkësia. Bashkësia, përmbledhja. Shoqat tash una partia në 1 Mund të milion. shoqat. Shoqat. Dhe tradhtia tha që dhe aty tjetër si ishte Abdullah Hoti. Po tradhtin din me thon krejt. Atëre e kishte fjalën. Ata përfundoi edhe unë këtë. Albi, ndjes, Albi Kristi Ermali. Atëre desha të them për diçka që përmendi dikush për ata të Ruandës shqiptarin që nuk donte, po Alberti më duket, që nuk donte të kthehej në Shqipëri, po thoshte unë në Britani të Madhe do vdes. Po. Ai ka qenë një dramë tipi që nuk duhet deportohem nga Anglia, se nuk e besoj se ai do vdiste apo do preferonte të shkonte në Ruandë para Shqipërisë, po krejt ideja është që të marrin ato letrat angleze dhe të ndryshojë jeta me i farë kuptimi. Me gjasë është ashtu që është thu ti, po t'inglloj ke shumë keq. Po, sigurisht. Se e krijoj ke idenë që Shqipërisë kthejnë ai gjallë. Po, sigurisht. Po tek britanikët mund ta ketë krijuar atë idenë sepse ata nuk e njohin Shqipërinë, na thonë. Po, pikërisht. Po nuk i njihni ju albanezët mo. Jo dhe jo. Një vetë qetëso, Karla. Unë i pa fajshëm krejtësisht edhe kur e lexova automatikisht. Karla, ke mundësi me i bë mute kur të flason. Po, sigurisht. Po, hajde. Faleminderit. Edhe po thoja që investohen shumë lek për këtë trafikun për në Britaninë e Madhe, sepse nuk është se po shkon ti malit në Greqi, po me sa di unë vetëm ai udhëtimi me ato gomonet apo varkat vogla që e thonë britanikët kushton ja 4.000-5.000 pound. Kështu që nuk më merr mendja se ka organizata që duan trafikojnë fëmijët dhe i çojnë deri në Britaninë e Madhe. Mendoj se janë ose prindër ose familjar ose janë adoleshentë që nisen dhe marrin goxha lek me vete për të realizuar këtë ëndrrën, e cila mund të jetë edhe makt, sepse ne kemi pa burgjet britanike që
ka një numër të madh të djemve. Albi, mendoj që shtëpitë e barit që janë shumë, se e tha pak më parë, po në mënyrë të edukuar. Jo vetëm, ka edhe kështu trafikant kokaine, sepse ne e dim që shqiptarët kanë filluar marrin kokainë. Ti tregoj Albi se këto çmime janë vitet e kaluam. Në vitin 2023 kemi çmime tjera për këto komo. Po, sigurisht edhe një parantezë. Sa është çmimi a 10? Lutem ta marrë. Një parantezë shkurtër që shqiptarët kanë filluar marrin kokainën direkt nga Amerika Latine dhe kanë filluar krijojnë rrjetet e tyre shpërndarjes në Britaninë e Madhe. Kjo është bërë një problem dhe diçka tjetër që më kujtu tani, ministrja Suela Braverman, falni nëse po ja shqiptoj gabim, tha që kjo çështja e gomoneve ose varkave të vogla është një ndër 5 prioritetet tona dhe ishte vërtet që ishte një ndër 5 prioritetet e tyre sepse kishin inflacionin, kishin papunësinë, po një ishte edhe kjo puna e gomoneve. Dhe kjo mendoj se ka lidhje edhe me politikën, me konservatorët që janë pushtet atje, me narrativat ndryshme që po bëhen për emigrantët, plus Britania ka edhe një problem tjetër sepse me sa kam lexuar pas pandemisë, shumë njerëz refuzojnë dalin punë ose shumë njerëz rrinë me ndihmë sociale në shtëpi. Dhe ka një mungesë klasës punëtore, por nuk po i bëjnë ato forma ligjore që i bën Italia për shembull, që nxjerr një ligj për të marrë emigrant, apo Gjermania, e cila po ashtu nxjerr një ligj për të marrë krah punë të kualifikuar, por Britania është pak më mbyllur për vete për arsye edhe politike, Brexit e radikalizimi pak a shumë i skenës politike. Edhe dy gjëra të fundit. Një është që këta minorenët mund të përdoren nga trafikantët e drogës sepse dënimi për minorenët është relativisht më i ulët. Edhe diçka që mund të jetë interesante është që ka fushata në media apo edhe në rrjetet sociale kundër këtij trafikimi që organizojnë, nuk e di tamam nëse britanikët apo organizata ndryshme ndërkombëtare, po kanë filluar që të ndikojnë disi që të bëhet pak a shumë kjo propaganda që mos u nisni për në Britaninë e Madhe ose kanë filluar të bëhen investime, jo po do investojmë qarkun e Kupsit. Për mua këto janë shumë të vogla dhe nuk i shkojnë rrajnë problemit sistemik. Dhe problemi sistemik është se si do e mbash ti një djalë të ri 17-18 vjeç që ka mundësinë për të fituar ku diun 4.000-5.000 pound në muaj atje, si do e mbash ti në Shqipëri me një investim edhe sikur $5 milion ta bësh në Kukës, nuk e shpëton dot rrethën atë qytetin apo fshatrat e Kukësit. Kështu që problemi për mendimin tim është sistemik, edhe ne duhet të ndryshojmë pak a shumë qasjen edhe të përqendrohemi tek vetja jonë, tek prodhimi, tek rritja e ekonomisë dhe sigurisht edhe migracioni ka një rol të rëndësishëm me remitancat, por kurse si ta bazojmë ekonominë tonë tek paratë e çunave të Londrës, shtëpive të barit apo ta bazojmë tek palishmëria, sepse kjo është një rrugë që nuk e ka shpëtuar ndonjë kom, se ndryshe do ishte bë Kolumbia fuqi botërore. Faleminderit për durimin, edhe kaq kisha. Alisa, më një shkurt diçka më kujtoj, s'dia e keni përmend, nëse më ju përgjigj, ju kërkoj falje të tjerëve. Ka pas një tentim të kriminalizimit shqiptarëve në diskurs publik. Se nështë ta përmendet pakës që s'u lidh me emigracion, po me u lidh me çka tha Albi. Në esencë, ideja ka qenë ngjajshme, ideja ose diskursi i ngjajshëm si Trump që shfolke për meksikanët. Edhe këtu lidhet, domethënë nuk trajtohen si emigrantë të ngjajshëm, se të tjerët në atë listën e madhe nuk është qenë veçu si shqiptarët. Domethënë këta janë kënd veçum, edhe mandej në diskurs publik ka ndodhur edhe shprehje crime edhe të ngjajshëm, domethënë, edhe aty që ka përfshihet krejt e dim. Edhe ky është problemi që më duket më i madh se ky i dëmton edhe njerëz të tjerë. E këtu ka një komunitet më të madh të shqiptarëve të Shqipërisë se sa sidomos jashtë Londrës. Edhe shumë prej tyre janë punëtor, edhe njerëz të suksesshëm, edhe që gjithçka që krijojnë me punë ndershme. Edhe është me rëndësi me thonë. Tjetër, Shqipnisi ka ndodhur emigrimi njerëz. Na e dim 90-tave çka ka ndodhur fund 90-tave në Shqipëri, por Shqipnisi ka ndodhur kthimi i madh i njerëzve që e kanë lënë vendin. Edhe me atë kthim ka ardhur potencial i madh ekonomik, kur ka ra Greqia sidomos, s'po di çka. E ju e dini shumë më mirë. Po unë dyshoj që mund me ardhë një kohë kur Shqipënia që është sot keq në gjendje tjetër dhe ekonomike,
me u varë prej këtij emigracioni relativisht vogël për një zonë e caktuar, nështë ta mundet me përfitu. Si në këtë rast për shembull nëse Kuksi i lanën masdore prej shumë administratave edhe i trajtuam qysh ma keq, nëse ajo zonë përfiton, atëherë përfiton. Po krejt është çështja se britanikët, unë çka kam lexuar, kanë tentu edhe me ndalë me vendos polici kufitare në Rinas. Nuk dhja e keni përcjell këtë send. Vetëm policia kufitare britanike me qenë në Rinas. Po vetëm mos ma konsumo tani se e kam pas këtij raundi, do flasim pikërisht për këto masat që ata janë duke marrë dhe sa në rregull. Po veç kjo te kriminalizimi, e veç me u ndërlidh çka përmend më herët. Albert, kriminalizimi, unë mendoj që është diçka që shkon jashtë dorës tonë, le të themi kështu. Kristi më falë, erdha te këtu direkt tani. Unë jam nga ata të rinj, jam me aq e re, jam brezi 91-shit, jam 31 vjeç tani. Edhe pse kam lindur pas rënies së komunizmit, motra ime ka lindur në 90 eksaktësisht ndjes në 12 dhjetor, që është edhe datë e rëndësishme kështu se për Partinë Demokratike. Edhe çka ka ndodhur është që ne jemi larguar drejt Italisë mbas drejt Greqisë, po ajo që është shumë e trisht, që më vjen keq, edhe pse ne jemi kthyer, po mos haro që jemi kthyer pas shumë vitesh, domethënë gati për të shkuar në vitet e fundit të gjimnazit edhe më pas universitetin. Dhe absolutisht ajo që mua më vjen keq, padyshim është që vazhdoj dhe dëgjoj të njëjtat histori ashtu siç i kemi ndarë me njëri tjetrin, me miqtë tan, se si na kanë mbajtur edhe në krah, domethënë vetëm me një valizhe ose as valizhe s'ka pas atë për ato çantat e sportit në krah prindrit tan. Edhe kur ti dëgjon që këto raste dhe për të njëjtat arsye që kanë ikur prindrit tan atëherë, se s'kishte qumësht edhe na ushqenin vetëm me miell, kristi. Po, janë të njëjtat arsye. Janë për të njëjtat arsye në fakt një pjesë e madhe, të paktën unë pash sa statistika, po do t'i kthehem pastaj, do më falësh Albert dhe ja fjalën dhe pastaj dhe Kristi është nga Vlora, kështu që mundet edhe të na japi dhe një kështu input tamam të të jetës emigrantit. Shiko, kur flet ti ke vlonjate, automatikisht unë e mbyll fjalën fare se e plotësojmë normën me njëri tjetrin. Kështu që këto gjëra tani do thosha diçka tani. Do them përgjigjen tënde, po do nis tek ajo që tha Arbri që parë. Tha një Arbri që kur vin këta nga fshati në Vlorë, se unë nuk e di për Tiranën e për Prishtinën, po marr Vlorën që përmendi, dije si të bullizuar dhe ikin. Arber, ne vlonjetët pak unë jam skelar, edhe u jam nga ata që jo e kam gropë, po më për tunel. A që gjirët për gropa. Dhe i një ka e për gjoksin, Arber, se në Vlorë ke një gropë në gjoks. Se i bie gjithmonë, në shpjegoja Kris, se i bie gjithmonë me dorë dhe thua unë, edhe për vlonjatët thonë që ka një gropë në gjoks. Vazhdoj. Po, edhe unë si skelar tani, se di që Alisa di ku i bie skelar. Aq pak kemi ngelu ne sa popullizojemi ne, po ju akoma këtu jeni, se aq pak jemi. Edhe këtu mos i bëjmë diskutimit me thënë fshatarët ka plot sa të duash. Tani pse po largohen shqiptarët, tani unë ta shpjegoj pak, nuk e hyt ekonomisë i gjerë se dua dita ardhore për dobin. Në ekonomi ka janë 4 shtresa, me thënë të varfër, punëtor, shtres e mesme dhe shtres e pasur. Tani, po të emigroj shtres e poshtme, shoqërisë janë të varfrit, nuk është një problemi madh sepse nuk ndësjen ndryshime të mëdha ekonomike, sociale e gjëra të tilla. Po problematika jonë e Shqipërisë sot është që po na emigron shtres e mesme. Dhe kjo automatikisht sjell një rritje të madhe stresit punëtor dhe të varfër që nuk e mbulojnë dot taksimin dhe mbajtjen e shtetit, nuk e mbulojnë dot nevoja shtetore dhe janë shtresa shumë vulnerabile dhe të manipulueshme. Dhe automatikisht kjo na sjell problematika. Ky është analiza e gjërave që ne duhet i bëjmë. Dhe kjo vjen, unë po hyn në ekonomi, po bëj pak ekonomi. Ai ka bërë pak ekonomi, jo shumë, po pak fare. E ka preku partitët atë piramidën e Maslow't në ekonomi dhe nuk ashtu. Në piramidën e Maslow't, hapi parë i piramidës është nevojat të bazë. Janë e ushqimi këto. Këto i plotësojmë ne. Tani ku vemi tek shkalla e dytë që siguria, aty ngecim.
aty ka ngecin në klasën dhe nuk vazhdojmë dot më tej. Mos i marrësh e ti prekësh më të tjera që janë përkatësia e këto budallëqit e tjera. Pra ne nuk plotojmë bazën, me thënë të sigurisë, pra shteti jonë përveç e dëgjova shumë mirë pjesën e politike, financiare, pra po dhe siguria jonë, me thënë siguria jonë e pronës, e shëndetit, siguria e jetës sonë, siguria personale janë të cënushme, pra shteti jonë ka rënë në bazë në siguri, dhe kur ajo bie siguria, automatikisht njerëzit nuk edhe lekë të marrin shumë nuk mundet të rinë, nuk është e pamundur, ti nuk e ke të mundshme ndonjë. Pra, në shtetin ton ka humbur siguria shtetërore, pra shteti jonë ishi pa aftë të siguroj njerëzit, ne e dim shumë mirë gjendjen e shëndetësisë që kemi në vend, gjendjen e policisë i kemi në vend, sepse kjo policia jonë pa me paftësinë e saj ose pa logjikën e saj, po që si të duash, policia jonë shumë e paftë logjikisht, e përgatitur, po vret njerëz, siç vrau atë djalin atëre, siç vrau mashën para sa vitesh me atë djalin, siç vrau atë tjetrin që i tha piu kokainë dhe budallëqe që, me thënë, automatikisht vetë shoqëria kur mbushet të shikon ngjarje të tilla automatikisht priret të largohet. Pra ne kemi dështuar si shtet në përveç anës politike, ekonomike dhe në anës sigurisë. Pra ne nuk e marrim, unë kam njëjt njerëz që në pjesën tonë ka nikur njerëz që në Shqipëri merrnin rroga të mëdha, merrnin para të mëdha, kishin pozita të larta, pra ishin shtresa çik më mirë se dhe e mesmja. Pra neve si shtet nuk është vetëm problemi financiar. Në anën e Vlorës, për shembull, Vlora është një nga vendet që e ka prekur më shumë emigracionin, sepse historikisht në Vlonjat e kemi njohur emigracionin nga të parë dhe jemi të parë që priremi të ikim. Dhe paktën të heqish Vlorën qendër, se Alisa do ta di, po të hysh fshatrave, paktën në një janë pothuajse bosh, po të marrësh fshatrat dhe fshatrat që kanë peshë, jo fshatrat do si do. Fshatra me histori, me emër, fshatra që kanë pasur herojnë, sot kanë buste lapidare, po të marrësh gjithë me emër, Armeni, Sevasteri, Vllahina, Orikumi, Narta, të gjitha këto zona që kanë pas popullsi të madhe, kanë pas prirje shoqërore të madhe, sot janë mboshatisur nga një keq qeverisje, nga një politike keqe, që është njekur në përgjithësi nga një keq administrim i vendit dhe mungesa e sigurisë së plotë. Pra të gjitha këto arsye, përveç arsyeve financiare dhe politike, e kanë bërë që shoqëria të largohet jo vetëm nga fshati drejt qytetit, po të iki fare, me thënë fshatat të boshatisen, qytetet të zvogëlohen me banorë dhe të ngelen në komunitete shumë të vogla. Faleminderit Krist, Ali, fjala e për ty. Tani pyetja pse po largohen shqiptarët, nuk mendoj se është që po ndodh tani. Historikisht po ta marrim nga historia, shqiptarët janë larguar që në vitet 1400-1500, kur ishin në periudhën e Gjergj Skënderbeut, që po luftonin osmanët, kemi arbreshët që kanë emigruar në Itali, kemi eksod shqiptarësh drejt Turqisë sotme, ku kemi sot mund të flasim kemi 4 milionë gjysmë shqiptar, edhe gjatë periudhës komunizmit kemi pasur emigrim shqiptarëve apo tendenca minimalisht për të larguar drejt vendeve fqinje. Sigurisht dihet se çka ka ndodhur pas viteve 90 dhe vazhdime më sipër. Pra jemi një komb që kemi tendencën përgjithsisht për të emigruar. Po ta marrim në ditët e sotme, pse po largohen shqiptarët? Një pyetje tjetër më e bukur se pse mos largohemi. Nëse kemi shtete si Rumania, Spanja apo Polonia, të cilat kanë një numër në rritje që pas hyrjes së tyre në Bashkimin Evropian, një numër mora pak informacion nga në vitin 2011 rumunët në Angli, Mbretërinë e Bashkuar ishin 80.000 dhe pas hyrjes së tyre në në Bashkimin Evropian, sot numërojnë 539.000 rumun. E njëjta gjë me polakët ishte diku tek 700.000 dhe Spanja, që një nga shtetet e G8-s apo me një ekonomi deri diku të qëndrueshme, numëronte diku ke 300.000 banor në Mbretërinë e Bashkuar. Atëherë pse ne shqiptarët mos të emigrojmë? Du të citoj një shprehje që ka thënë ish Prince Harry tek libri që sapo ka nxjerr, në faqen e parë kishte shkruar
që unë mora gruan time dhe fëmijët e mi, lash titujt e mi, lash vendin ku jam lindur dhe jam rritur, për të emigruar në vetëm që të mbroj vetëm my security, vetën time dhe parimet e mia dhe jetën time. Nëse këtë gjë arrin ta thot lirisht, pra ka emigruar një shtet tjetër, dhe arrin ta thot një ish princ i shtetit dhe i mbretërisë më të fuqishme në botë, pse një shqiptar i zakont mund të mos ta përdor si argument për të argumentuar eksodin e tij nga vendi vet në një vend tjetër. U tha më përpara për personin që pas ka qenë në Uganda dhe ka thënë ose vdes ose kthehem në Angli. Unë di një rast konkret ku një burr diku ke 50 vjeç para disa vitesh këtu në Angli ka kërkuar azil edhe azili është refuzuar. Ka shkuar në gjyq edhe në gjyq azilin e ka pasur për gjakmarrje. Dhe në gjyq sigurisht që e ka humbur gjyqin, e ka thënë gjyqtarit që duhet kthehesh në Shqipëri pasi ti nuk e kalon edhe nuk ke baza të mjaftueshme që ti të marrësh vendqëndrimin në Mbretërinë e Bashkuar. Ai është ngritur aty dhe ka thënë unë nuk kam më nevojë për avokat, kam vetëm një gjë për të thënë. A ma garantoni ju që unë nesër kur të kthehem në Shqipëri nuk do më vrasin? Nëse ti ma garanton me jetë që unë nuk do vdes ditën e parë që unë do shkel në Shqipëri, apo ditën e dytë, apo të tretën, unë do kthehem vetë. S'ka nevojë të më thoni ju. Është bërë revokuar si vendim edhe ai personi sot e kësaj dite unë e njoh është akoma në Mbretërinë e Bashkuar me leje qëndrimit përhershme. Ajo që dua të them është që si shqiptar aktualisht e kemi të pamundur marrjen e një azili. Pra forma e vetme e shqiptarëve do të jetë një tjetër përveç azil kërkimit, sepse kriteret e azil kërkimit në Angli janë 5. E para është për arsye politike, për ndjekje nga shteti, e dyta është për arsye sociale të tipit të drejtave të njeriut, LGBT ose Të kjo e para kualifikojnë gjithë shqiptarët, Ali. Nuk mendoj për faktin se i është hedhur benzin zjarrit para 2 muajsh nga vetë qeveria shqiptare, ka thënë ne jo vetëm që nuk i kështërtojmë shtetasit tanë, por edhe ne arrim të mbrojmë nga çdo problem personal i jetëve të tyre që mund të kenë, që përfshin gjakmarrjen, përfshin edhe E ti e beson këtë gjë? Ajo që besoj unë nuk ka fare rëndësi, përderisa një shtet, një qeveri, një shteti që është përfaqësuese gjithë qytetarëve 3 milionë gjys që ka ajo, del dhe flet në mënyrë të tillë, shteti anglez nuk ka pse të marrë përbazë fjalët që thonë qytetarët, por ato që flet qeveria që është zgjedhur po nga këta qytetarë. Aktualisht në Mbretërinë e Bashkuar ka të drejtë azil kërkimit të parevokueshme dhe të menjëhershme që mund të marrin qëndrim janë vetëm 3 shtete në botë, është Eritrea ku qeveria ka i çon këta të gjithë shtetasit, sidomos Meshku, i çon ushtar për periudhë të pacaktuar, që është shkelje drejtave njerëzore, sepse zakonisht kushdo që shkon ushtar ka një periudhë të caktuar që duhet jetë, ndërsa në Eritrea nuk aplikohet kjo. Shteti i dytë është Jemeni, që është në gjendje lufte civile dhe ka diku këtë 3 javë, 4 javë që është futur edhe El Salvadori. Pra vetëm këto 3 shtete mundet që shtetasit e tyre në rast se verifikohen që janë me vërtet shtetas të tyre, shteteve pranohen automatikisht si azil kërkues në Mbretërinë e Bashkuar. Shqiptarët janë kategorikisht përjashtuar nga kjo, edhe për faktin që para disa muajsh vetë kryeministri Onu shpreh hafazi që është në gjendje për të mbrojtur çdo qytetar të vetin. Ajo që doja të thoja është që unë duke pyetur, domethënë në muhabete sipër me një person që punon në home office këtu në Angli, i bëra një pyetje që deri diku ju duk interesante. I thash, po sikur në rast se për shembull një azil kërkues shqiptar që refuzohet dhe deportohet në Shqipëri, dhe desha të theksoj që janë kthyer diku te 3 aviona deri tani me nga 50-60 veta, pra i kemi 150 persona të parë të kthyer në Shqipëri. Po sikur njërit prej këtyre që ka pasur proces azil kërkim për gjakmarrje ose për një arsye tjetër, të kthehet në Shqipëri dhe t'i ndodh me të vërtetë ajo që ai i druaj. Pra, larg qoftë, dikush mundet që me vërtet të vritet për arsye gjakmarrje pasi është kthyer nga Anglia. Çfarë do ndodhte? Do ishte ky precedent që çdo gjë është gjithë kjo veprimtari anti-shqiptare që bëhet në Angli të asimilohet dhe të bjerë poshtë edhe të lindë edhe një herë nga fillimi kjo nevoja për të marrë azil në Angli? Dhe më thash sigurisht që po, dhe kjo është frika më e madhe që shteti anglez ka, sepse ata me vërtet që kthehen, po askush nuk ka besim që qeveria shqiptare me vërtet mund të garantojë sigurinë e qytetarëve të vet. Edhe kjo besoj. Faleminderit Ali. E ka radhën Ermali Arbri edhe pastaj Dolce Farniente. Janë thënë kaq shumë gjëra këtu sa s'di ku të ndalosh edhe ku të kapesh, domethënë te fëmijët apo largimi apo Kapu diku ti se gjithmonë ti ku kapesh, Ermal ndalohu në parkimin e parë. Apo arsyeja sepse unë nuk kam probleme me internetin si s'ka zoti Goliç.
Edhe apo Jo, ky vetëm ka probleme me gjithë botën, vetëm me internetin nuk ka. Kjo është e vërtet. Problemi im janë njerëzit. Tashi, është mizantrop, ja kështu do ta fillosh ti fjalin. Unë jam mizantrop edhe pastaj vazhdo. Ideja është të ndalojmë pak te pjesa e fëmijëve, ikja e tyre. Prandaj e bëra edhe atë pyetje në fillim mund që kjo është këto zhduket janë raportuar nga shteti apo nga familjarët. Në momentin që është raportuar nga shteti, është dihet që nuk është e njëjta situatë, domethënë siç mund të jenë në vende të tjera, situata që është aktualisht Po mirë njeri, po janë të zhdukur, ç'më flet kështu si patronazhist edhe ti tani. Të zhdukur janë ata. Kanë shkuar aty e para punës njerëzit të shqetësoj që si kanë shkuar atje pa ata mund të përdorin lloj termash të ndryshëm. Po jo, e kam te kjo më vjen natë ty që pse merr kështu, ti duhet të revoltohesh. Ti duhet të revoltohesh për këtë. Duhet të revoltohem unë, kur ata sepse kanë ikur disa adoleshent në 18 vjeç pa lejen e prindërve nga Shqipëria për të marrë. Alisa, Ermali po don me thon shumica prej atyre fëmijëve njihen të lumtur. Zoti Heta, unë shfrytëzohen lajn makinat atje në Apo Ermal, kështu do të thonë. Jo, unë du t'i them Alisës që ka shqiptar që nuk i njohin mirë ligjet e Anglisë, si funksionojnë dhe momentin që ata fëmijë kanë arritur në Angli, ata kanë shkuar dhe i kanë marrë. Por ka dhe nga ata fëmijë që nuk kanë ikur nga azilet dhe aktualisht u jepet e drejtë edukimi, u hapet kartë banke, vazhdojnë një jetë normale, përkujdesen për ta. Do të thënë jeta e fundit apo aty shtyn njerëzit të gjithë pas personi para praktikisht që folja ai thash një numër i madh i tyre janë të u kthyer në Shqipëri. Nuk është, do të thonë 2-3 aeroplana i përmendi. Pjesa tjetër, ja si do të dalë edhe ajo pjesa. Po. Unë po thoya këta që janë zhduk, këta nuk janë të zhdukur në vija të përgjithshme, këta janë gjithë në për njerëzit e vet apo në për njerëz që kanë pas kontakte që kanë shku dhe aktualisht mund të janë duke i prit që të bëhen 18 vjeç, sepse edhe shqiptarët janë bëu mjaftueshëm të zgjuar këtu. Veç këta në nivel të përgjegjësisë shtetit, këta i kanë dalë shtetit prej dorës në përgjegjësinë e tyre. Kjo është problema i madh. Po, këta janë që kanë ikë me vullnetin e vet zoti Heta, nuk I ka rrëmby njëri. Mirë, jo. Jo. Kjo nuk dihet. Çka dihet është që shteti e ka pas përgjegjësi me i mbikëqyr edhe me u kujdes për ata dhe ka dështuar këtë punë. Pikërisht, e di pse është e rrezikshme se ti nuk ke informacion, e kupton? Po është e rrezikshme. Është sepse përveç pjesës që ata I dërgojnë një pjesë në Uganda dhe pjesën tjetër po e kthejnë nga frika se mos I do I kthejnë edhe këta, sepse nuk I njohin ligjet se si funksionojnë në Angli, ata vendosin që të largohen nga azilet, nga hotelet në ku po shkojnë. Veç muj me supozu, nuk e di. Ikin tek të njohurit e tyre. Dhe momentin që ai ikën te I njohuri vet, normalisht që ai që e ka pas nën kontrollat fëmijë do thotë që është zhduk dhe ka ikë. Jo, me dyshaj që dihet edhe identiteti I tyre. Po dihet identiteti zoti Heta sepse ja u mbahen pasaportat, gjitha pasaportat. Jo të gjithë kanë letra udhëtimi dhe ky është fakt se e pash e lexova që. Po gjithë kanë me gomone Malis, jam të e kuptuar shumë mirë, po kanë ardhur me qëllim. Po të mos vërtet, dëgjoj, e lexova. Po ka dalë se nuk është bardhës dhe krejt. Diku tek 40% vinin pa dokument udhëtimi. Fare, domethënë, s'kishin as një dokument. Edhe thjesht deklaronin aty disa të dhëna që mendohet që janë të rrejshme pjesën. Por unë mund të them që janë 100% pa dokument udhëtimi. Sepse nuk të jep sepse nuk të jep vizë Anglia që ti të udhëtosh për Angli. As më pak të jesh një adoleshent, as më pak një qytetar. Kjo është problemi, pse shqiptarët kështu diskriminohen. Jo vetëm prit, po familjet, për shembull, prind. E s'po di çka që ke për mua kur kam kuptuar. Që zoti Ali për pjesën që kërkon azil politik dhe thotë që gjakmarrje apo ajo historia jote që ai tha unë do të vdes këtu. Këto janë dramat që një shqiptar I krijon përgjithsisht për të përfituar azilin. Dhe ja kanë marrë dorën edhe këta tani, edhe këta e din tashmë që nuk e han më atë gënjeshtrën që unë po iku nga gjaku, apo unë po iki për arsye se do mvrasin apo etj. Dhe ç'a ndodh? Kalojnë ca kohë, bëjnë ca vëzhgime, ca studime, bëjnë ca dërgojnë ato investigatorët e vet Shqipërisë se ç'a po ndodh, bëhen ato investigimet e tyre, por që dhe në fund I kthejnë mbrapsht, sepse nuk e han më këtë pjesën
që unë po iki nga gjaku. Dhe ka shumë të tjerë që unë mund të tregoj shumë fani tjerë që kanë dalë. A nuk mendon ti që vlerësohen rast pas rasti, ti mendon që grupohen shqiptarë që ti po mendon? Po. Rast pas rasti, tregim as tregimi. Po shumica e shqiptarëve të gjithë ikin për arsye, të gjithë justifikohen. Mos përtit. Jo, përveç dojnë me jetu ma mirë shqiptarët, edhe unë mendoj që krejt normale është. Unë jam shumë dakord me ty. Por që Anglia nuk është shteti jot dhe nuk ta ka për detyrë që ty të mbaje të të fusën punën. Mirë. E dyta, pra aq kohë sa shteti jot nuk përkujdeset për ty, nuk shteti tjetër nuk ka pse merr. Këtu e ki gabim. Dhe për aq kohë sa ti futesh ilegalisht në një shtet tjetër, normalisht që do kesh të drejtat kufizuar shumë gjonë. Jo, edhe këtu ka rregulla për atë hyrje ilegale, edhe kjo qeveri tash po tenton rregullat më shpërsu, se po thojnë që njerëz që janë të i keq përdor legjislacionin britanik, në të vërtet njerëz që vinë me gomone, me barka, që thojmë na, edhe e kalojnë atë kanal, një hall e kanë, ose një dëshirë të madhe e kanë. Halli i tyre. Mënyra që janë të i trajtu është e keqe. Halli i tyre. Kjo duhet me u thonë me zot nalt, që ata pi trajtojnë qytetarët e Shqipërisë. Halli i tyre. Qytetarë e NATO-s është e keqe. Halli i tyre. Edhe çdo drejtë e kanë me emigru. Emigracioni, emigrimi është e drejtë. S'po dia është e drejtë e njeriut, Alisa nështë po gaboj, po është e drejtë për me qarkullubren në botë të lirë, me lyp një vend më të mirë me jetu. Po jo, po nuk shëndron kjo Albert, ai këtë po mundohet të thojë që ti ke të drejtë të emigrosh në një vend të lirë, po Anglia ka caktuar që në këtë rast nuk është e lirë më vlla. Po ta diskutojmë. Këta nuk janë të shkel ligj, se nuk janë të burgos kur vinë këtu. Ka procedura edhe për këtë lloj hyrje në kufi. Për atë shkak këta dojnë tash me shpërsu, se shqiptarët shumë mirë, si çdo herë, unë mendoj që jemi shumë popull i mençëm. Shumë mirë janë të ditë çysh me ardh. Edhe i kanë gjetë hyrjet edhe vrimat ligjore ble. I kanë gjetë të gjitha mënyrat. Po natyrisht që i gjenë. Dhe përgjithsisht të rinj që vinë këtu në Angli, përgjithsisht përfshihen në shtëpiat e barit. Ka dalë, po jo, kjo nuk dihet, kjo është pretendim supozitiv. Po ta them unë që që një pjesë e mirë e tyre përfshihen gjithë nëpër shtëpia e barit, sepse mirë, po atër pas kanë drejt, pra anglisht që thonë që shqiptarët janë kriminal. Është e vërtet kjo. Po nuk është e vërtet. Po ideja është se ti nuk je kriminal, nuk të bën kriminal, Zoti Heta nuk të bën kriminal pse ti futesh me një shtëpi bar. Po jo, s'është e vërtet. E para nuk është e vërtet. Është ai një kriminal. Automatikisht është kriminal. Zoti Heta, një sekond. Një kriminal është ai që bën një therrje, bën një vrasje dhe bën gatresa dhe shqiptarët therren edhe vrajnë çka e Jo, shqiptarët nuk i bëjnë të tilla gjëra, zoti Heta. Kjo është diferencë. I bëjnë edhe shqiptarët edhe i bëjnë si shqiptarët si ke tjerë ti bëjnë. Kur i veçon shqiptarët i grupon. Ka raste që i bëjnë edhe shqiptarë. Që ka grup, po natyrisht që ka raste, po ky ministri që ka dalë edhe ka thonë, këta janë kriminala, këta janë, we will hunt them, du të mi gjetë, mi nëzonë, mi tubu, mi mledh, thuti jemi na jevrej në kohë të fashizmit. Ja, e tu e kuptu që ka ndonë në diskutur. Sepse aktualisht shqiptarët janë një nga... Jo, se ju ka gjujt Guardian, ju kanë gjujt mediat edhe... Do t'i Heta një nga, si ta them, kartela, po një nga bandat më të mëdha në Europë. Edhe kjo është tregim. Jo, nuk është tregim, është e gjitha me statistikë. Po na ndoshta kemi qef me qenë të fuqishëm gjithçka, po. Po ne nuk jem, unë po ta them se si qëndron, se si është një nga për trafikimin e Po, është edhe një grup që njihet këtu nëpër media, nëpër sana, po veç ka dalë pak më ka dalë. Po Ermal, atë ndryri vetëm pak. Atëre grupi jo, se e kanë ngritur dorën dhe më duhet që t'u ndërpres të treve dhe t'ja lë fjalën. Duna me u largu veç ke knacime ju ndigju. Gjithashtu të falenderoj. Gjithë mirat. Atëre fjalën e ka Dolce Farniente, më pas Arbri, edhe Ermal një batut vetëm, do të thënë ande nga ke ardhur ti, jeni përgjegjësit kryesor të pushtimit Britanisë së Madhe nga Kuksianët. Që ti Ermal je pjesë e problemit. Diçka fillon me ty, ti je alfa dhe omega. Shumë e saktë, kështu që ta kuptoni ju, kur të ftoni Altinin, duhet të ftoni edhe mua. Ti je brenda, je i shtëpisë, i familjes. Okej.
Edhe unë kam të dhënat, kam... Okej, Ermal, do kthehem prapë te ty shkurt djema nga 2 minuta, ju lutem, jo si parafolësit. Në rregull, faleminderit shumë, në Roma të gjithëve. Unë kisha diçka tjetër të flas, u përmend edhe migrimi edhe u tha kohën që shqiptarët kanë emigruar edhe në Turqi. Ne duhet të kemi një fakt se për marrëveshjen atëherë mes Jugosllavisë edhe Turqisë për shpërnguljen e territoreve, kështu që shqiptarët nuk kanë shkuar me qef në Turqi, por kanë qenë shpërngulur. Kur kanë shkuar në Turqi, kanë duhet identitetin edhe datën e lindjes. Kështu që ato persona kur duan të kthehen në shtetin e am, dhe ku kanë lindë kanë problem të marrin identitetet e tyre, se nuk përputhen dhanet. E dyta u përmend për gjakmarrje, parazit. Në Angli është pra nuk është. Ekziston shembulli në Suedi. Suedi e depërton një familje shqiptare ku nuk i beson për gjakmarrje, mos e depërtojnë në Shqipëri, pas një periudhe të shkurt kohore atë e mbysin këto për gjak, dhe për asaj kohe Suedia e ka liru pa këtë hap, edhe u jep azil gjithë shqiptarëve që janë për gjakmarrje. Po ka pas edhe raste ku edhe keq përdoret ky element. E për këtë arsye edhe Anglia është më e ashpër me këto dhëna edhe me këto informata, për arsye se Anglia u ka rënë në fije shqiptarëve. Çka do të thonë kjo? Shqipëria e ka ish shefin e shishit, paraqitur si shtetas i Kosovës, i cili ka emigruar gjatë luftës për të marrë letrat në Angli. Kush është ai, ju e dini më mirë. Tash ky Ermali, e ndëgjova çka tha. Ky djali ka drejt për këtë, për fëmijë. Nuk u kyqa për fillimi, po me procedura ky djali ka drejt. Kur shkon ti pa dokument me një shtet kur paraqitesh, ti faktikisht paraqitesh si apartheid. I jep dhënat e tua nëse do me i dhënë. Nëse nuk don, ata të marrin shtinqjen në azilit edhe të jenë në mbikëqyrje. Nëse fitojnë në një besim të ti, ato mund të lënë 1 orë, 2 orë, 3 orë, varësisht sa t'japin liri, që dalish po prapë paraqitesh aty. Në momentin që ti nuk paraqitesh në qendrën e azilit, ai ka për detyrë ligjore të paraqitesh si të humbur. E shtash ato shkojnë te familjarët ku shkojnë, kjo është punë tjetër. Po pa u kryer procedura e azilit, nuk guxon ti mos jesh në mbikëqyrje aty ose të paraqitesh. Varet ato që ta caktojnë masën. Ose të lënë te familjarë të rish, të paraqitesh aty ose jetë te qendra e azilit. Kjo kënë varet për tyre, nuk varet për teje. E që tash, për procedurat e azilit u përmendë. është e deklarata universale për azil. Çdo shtet e ka të miratum legislacionin e vet. Një shtet nuk mundet dale jashtë aty në kornizave. Ndër ato korniza edhe aty nuk shkon, se aty i ka caktume. E që tash, u përmend edhe shtëpia e barit e këto të gjitha. Lajmet, ndoshta nuk jemi të parë, jemi dytët, po kjo është çka është, realiteti mund të jetë kështu, po mund të jetë në i hidhur. Pse Anglia qatë për shqiptarëve të Shqipërisë, për shembull, në Angli? Pse nuk qanë për shqiptarë tjerë çka janë në Zvicër ose në këtu në aty? Kjo është një e vërtet e hidhur për neve shqiptarëve, se kjo është çka është. Domethënë, shtëpitë e barit ekzistojnë edhe punojnë. Edhe çdo i dyti i treti shqiptar që shkon atje mundohet në vend për 10 vjet ai të punojë të arrijë kapital, ai do mundohet për 6 muaj të merrë ato lekë edhe të vijë në Shqipëri. U përmend edhe shteti i am, pse nuk përkujdeset për këto. Unë mendoj që Shqipëria e bën çka ka kapacitet të bëjë. E çtash pse duhet më shumë bëhen, na gjithë jemi këto, pajtohemi me këto. Se neve të Kosovës, neve na konvenon që të Shqipëria e fortë, kur është e fortë ne jemi më të fortë. Kur është e dobët jemi dhe na dobët. Ama kjo është çka është. Edhe shqiptar nuk emigrojnë pi qefit, emigrojnë pi zorit. Cile është zori, jetë më të mirë. Jeta më e mirë leku të jetë, që nuk ka tjetër. I naftën e ke 2 euro, sa është Shqipëri, sa është rroga mesatare. Kjo është nonsens. Rroga mesatare. Nuk ka logjik. Unë isha qetash isha para 2-3 dite në Tiranë, çdo 2 kilometra polic rrugor tu i gjobit njerëzit. Qësë unë e kuptoj policin në rregull, ama nuk di, rroga mesatare rreth $300, ndërsa një pjesë e madhe e popullsisë, pjesa dërmuese, jeton me më pak se $5 në ditë. Edhe gjithë vëzisin
C63 AMG, ku argjon 20 litra ajo. Nga ato le. Jo të gjithë, se s'duhet Jo, përgjithësoj. ma shumë ke në Po, Tiranë kom pas dhe në Angli që ashtu makina une. ajo është për një temë tjetër diskutimi pasaj të parave të pista, po ja fjalën Arbrit edhe të falenderoj. Nëse keni ndonjë pyetje për këtë azilin, lirisht se unë e njoh shumë mirë këto procedura edhe mund t'ju tregoj. Po nuk është kjo fair thoni se Anglia e ka fajin pse i kesh trajton shqiptarët. Ne edhe kishim edhe shembullin me Francën, kur një numër i madh i shtetësve të Kosovës shkojnë në Francë, po i lanë dërurat, flejnë e ka nuk i lanë në për rrugë. Problemi është se shteti e ka numrin e caktuar se sa azil kërkues ka drejt pranoj se i ka bërë shtretrit në përqendrat e azilit. Nuk është gjendje emergjente, gjendje lufte, po hajde azil kërkues edhe hajde bjerë shtetas tjerë. E para edhe e dyta, shteti me migrimin ai tjetri shkoj se do që edhe ai tjetër këtu. Kur tha kanë qef për jetë më të mirë kështu ashtu. Edhe shqiptarë janë më të mëshëm. Ne jemi më të mëshëm shqiptarët është për dallavere, se të kishim qenë mëshëm se ne kemi pas dikun tjetër. Puna është se çdo shtet për procedurat e migrimit i rregullon politikat e tij. Çka do të thonë kjo? Politikat e punës. Edhe çdo shtet merr vjet e nxjerr statistikën dhe thotë: unë do pranoj 100 çuvatus, 100 për të la makina, 100 shofera du. Edhe jashtë këtyre kornizave shteti nuk del. Do me thonë ai migrant për të hape 100 leje për vozit autobus. 101 leje nuk jetë. Të ta bon edhe Kosova, ta bon edhe Shqipëria, zyra për migrim, gjitha tipe. E që tash se kemi nga qkem qef 10.000, 20.000 qkem, ajo pun tjetër, azili nuk miret, edhe çka bëhet atyre, fillohet me procedura tjera. Procedura tjera, cila janë triz, nxehes triz këtu, ose të martohesh me shtetet e të Anglisë, e të merr 5-60.000, 70.000 funda, derisa 100.000 funda, derisa të vibon ty letrat, edhe kështu vinosh për ato si do në shkoje. Ama punë që i neve shqiptarët kemi mësu këto zbrastime ligjore edhe i bëjmë si duhet i bëjmë. Po më e mirë është, unë e kom vrejt edhe Shqipërinë e Kosovës se pa marrë parasysh këto migrantët tonë që punojnë jashtë, shumica dhe kapitalin e sjellin këtu. E kjo është një plus për neve, nuk është minus. Do me thonë nuk argjën, fitojnë atje, të vinë investojnë. E shtë pëse nuk investojnë i huaj, për shembull Mercedesi ky ai nuk investon se thotë unë do shti 100 milion, 200 milion këtu, thotë, po nesër kris lufta, thotë që do bëhet me kapitalin tim. Prandaj nuk investon ai këtu. Faleminderit. Faleminderit juve Arbër dhe më pas Londoner IM, se jemi duke mbyllur avash avash, është nga një mendim i fundit. Po, nëse ka këtë trajtim të shqiptarëve në Angli, ajo është diçka e keqe. Nuk mund të themi ose ta justifikojmë këtë trajtim. Nëse Anglia, sepse çdo emigrant, jo vetëm në Angli, por çdo shtet tjetër, meriton të trajtohet me dinjitet. Edhe nëse ka këtë trajtim, atëherë duhet të vajsojmë. Anglinë duhet të vajsojmë Gjermaninë edhe çdo shtet tjetër që bën këtë trajtim, ndaj emigrantëve. Këtu nuk ka debat. Megjithatë, unë desh ta mbulidh pak me Ermalin, kur e përmendi për domethënë se si duket gjendja atje në Angli. Edhe unë po besoj që faktet edhe pse janë të rëndësishme gjendja reale, kjo është sekundare ndaj asaj që quhet një percepcion që po krijohet në Angli. Edhe percepcioni po vjen nga lart poshtë. Edhe kjo besoj që është më rëndësishme sepse po del një ministër, po del një parlamentar atje, edhe po gjujnë deklarata kundër shqiptarëve dhe kjo padyshim që krijon një percepcion qofta apo nuk qofta i vërtet ndaj një grupacioni i cili jeton në Angli. Tash kjo për mua është problematike dhe këtu duhet të ndërhyjë edhe qeveria shqiptare, duhet të ndërhyjë edhe komuniteti atje vet. Nuk e di, nuk më duket se komuniteti në Angli është aq i organizuar. Sidomos për pjesën e Kosovës e di pak më mirë, që nuk ka ndonjë organizim të përfillt të komunitetit atje, i cili kishte dalë edhe i kishte reagu pas këtyne deklaratave, ose këtij percepcioni, ose këtij narrativi, diskursi publik që po ndërtohet në Angli, që për mua kjo është problematik. Edhe besoj që nuk e kanë edhe mbështetjen e qeverive përkatëse. Këto është problemi. Këto duhet bëjnë më shumë shqiptarët. Vetë komuniteti atje në Angli të filloi, jo masi protesta ku dalin e mbulojnë Churchillin me flamurin shqiptar, sepse ai mund dihet diçka simbolike, po lën një shije të keqe edhe për vetë anglezët, po besoj edhe nuk e jep shije të mirë ose nuk i le
shqeti miras vetë komuniteti shqiptar që jeton atje, që janë ata që punojnë, që dalin edhe punojnë me nder, që kanë sakrifiku për një jetë, hajde po theme më të mirë edhe për kushteve të vështira ekonomike të tjera. Domethënë komuniteti atje sparit duhet të jetë më i organizuar, më bashkëpunues njëri me tjetrin, se do të ketë pjesëtarë të komuniteteve që do të jenë edhe të këto shtëpijat e barit, po gjithsesi do të jenë edhe ata që punojnë aty. Edhe problematika është edhe kjo rrjedhja e kapitalit për këtyre vendeve në Shqipëri. Unë besoj që ish dashur padyshim që remetencat do të ndodhin edhe janë të nevojshme për një pjesë të njerëzve. Unë kisha pas dëshirë që kapitali që ndërtojnë shqiptarët në Angli apo kudo që jetojnë të mbetet aty, sepse kjo krijon atë percepcionin, atë karakterin e një komuniteti që është i suksesshëm, e jo një komunitet i cili bën punë të pista për shembull, edhe kapitalin që ndërton përmes punëve të pista e dërgon në vendlidhje. Kjo nuk une për shembull kisha qenë ose anglez ose amerikan, nuk ishte qenë pëlqyeshme diçka për mua kjo nëse kisha pa. Edhe besoj që nuk është e pëlqyeshme për vetë anglez. Për ata unë mendoj që komuniteti atje duhet bashkohet, ta formojë një strategji, një organizat me disa pika të cilat janë të mira për komunitetin, edhe ti piketojnë ku janë problemet e komunitetit, cilat janë problemet, ku mund të ndikojnë, ku mund të lidhen më shumë me parlamentarët ose me qeverinë angleze, si mund të ndikojnë përmes logrimit si komunitet i përbashkët, tek ndrrimi i këtij diskursi publik që po ndërtohet në Angli. Edhe këto nuk po e shoh që po e bojnë komuniteti jon atje, edhe kisha pas dëshirë që kjo të bëhet sepse kjo besoj me ndihmën edhe të qeverisë, po edhe të komuniteteve tjera që jetojnë në shtetet e tjera, mendoj që është rruga më e shpejtë, edhe do të jetë rruga më e suksesshme për të ndrru këtë diskurs publik. E bile edhe që komuniteti jonë atje, thash edhe më herët, ta shfrytëzoj këtë potencial që e ka atje përmes rinisë, përmes potencialit arsimor, potencialit afarist, biznesor që kemi edhe në Angli po edhe në vendet e tjera ku po emigrojmë. Kjo nuk bëhet me fjalë të mëdha, nuk bëhet përmes spesave, nuk bëhet as përmes protestave, as përmes generalizimeve se a jemi në atë këqi, a punojmë punë të pista apo jo, po bëhet kur të ulemi bashk, punojmë me njëri tjetrin, ti trajtojmë problemet, ti piketojmë ku janë problemet që i kemi si komunitet, edhe të kërkojmë zgjidhje, po edhe të ofrojmë zgjidhje në mënyrë strategjike që ta ngrisim komunitetin tonë si një komunitet ose si komunitetet e tjera që migrojnë për vende dhe janë të suksesshme. Faleminderit. Faleminderit Arber. Fjala është për Londoner Ajan, edhe po e mbyllim. Vetëm shkurt, lutem. Patjetër, mirë mama, nuk e di jam dëgjoni mirë. Po, mirë mama. Faleminderit. Faleminderit edhe për organizimin e kësaj bisede. Po mendosha se si po biseda po shkon pak larg pyetjes që është depozituar sigurisht. Dhe për shembull, unë kam një motër që jeton në Shqipëri. Ajo është Roba Çepse. Ajo ka punu 20 vjet për të njëjtën kompani, njëjtën boss, njëjtën firmë, edhe është ullë për 20 vjet të njëjtën karrik, të qepë. Për secili nga këto vjet, asaj është dhënë një kontratë, e cila është firmos jo nga ajo, por nga bossi i saj. Edhe nesër, po të zëmë shembull, me ndodh diçka e natyrshme. Ajo ka shumë mbrojtje shumë të dopt nga ajo që quhet shtet në Shqipëri. Pse po e them këtë? E them këtë sepse tash 20 vjet, domethënë, për shembull këtu në Angli, unë jetoj këtu tash 23 vjet. Këtu në Angli, nëse dikush ka punuar për një kompani të caktuar për një periudhë kohë më tepër se 2 vjet, ata automatikisht kalojnë nga temporary, nga punë e përkohshme në punë të përhershme. Që do të thotë ata automatikisht duhet me marrë kontratën e përhershme që pranë asaj kompani. Ose përndryshe kompania i heq.
nga punë. Sepse thotë kontratën ke pas për 1 vjet, kaq na e dash ose 2 vjet maksimum, kaq na e dash. Po nëse i kalon 2 vjet, pastaj ajo bëhet me ligj. Tash çka do të thonë është që pse po largohen shqiptarët? Sepse po ndehen pa shpresë. Në 96-ën unë ika nga Shqipëria në Greqi maleve. Sot s'po ikin maleve, po vinë pastaj erdha këtu me gomone, me kamion. Sot s'po ikin në Greqi maleve, po vinë nga Mbi me kamion ose me mënyra tjera si kena ardhur na para 23 viteve. Që do të thotë niveli i ulët i shpresës në Shqipëri është pa që ulë sa ishte në 96, kur i ka unë. Dhe kur i kem qindra mija tjerë shqiptarë. Dhe më thonë, për këta paka shumë i takon diku 25-28 vjetë, nuk e di sa i takon të manë në total, që 96 të sot. Po thëmë që gjithë kjo kohë ka kalu, edhe Shqipëria është po të njëjtin vend për shqiptarë. Vend i pa shpresë, jo vend i pa shpresë për ortakët e mi klasë punëtore, klasë e varfër në thetë tash, të 96 sa po të nëmbajtë. Po sot është ba është vend i pa shpresë, edhe për njerëz që janë në pozitë shumë të mirë shoqërore. Kam një mik timin që është deputet i Parlamentit Shqiptar. Edhe është figurë publike shumë i njoftën në Shqipëri. Edhe më tha mu, unë quhem Alban, falë se nuk u prezantova. Dhe bisedoj me të shpesh. Një nga pika kryesore është edhe kjo, po shatiset Shqipëri, po iki njerëz. Edhe ky zotëria, më tha mu, Alban tha, unë djalin tem do mundohem me nxjerr për këtu sa më parë. Në qoftë se njerëzit që janë një pozitë kaq të mirë, me të ardhuna, me shtëpi, me thetë tash, dojnë me ikë nga vendi tyne në orën 12 natës, dhe me thonë me shansin më të parë. Çka ka më ndodhur për tjerë? Me thonë, kjo është për tej skamllekut. Kjo nuk ka mos skamllek, kjo është pa shpresë. Me thonë, sot është e pa nevojshme shqiptarët me kanë në skamje. Sepse me 200 kokra dhije, po me 200 kokra dele e ba një jetë të mirë. Unë po i bi krej kështu se unë jam ish qoban i viteve 90. Edhe unë po i bi krej kështu thjesht kësaj. Pa u marrë me këto punë tjera edhe unë po tham punë të mërshme, bla. Unë s'po tham kur më marrë me budalesh. Unë po tham me punë të mërshme. Ashtë e mundshme unë po i jap shansë, unë po i jap shembullin. Nana jem dhe baba jem kanë jetu në Shqipëri gjithë jetën e tyne, kanë ndërtu shtëpinë vetë, vetëm me bagdite veta, me lopte, me delet, me derat, me çka kanë pas ata. Edhe kanë shtëpinë vetë. Dhe më thonë, në Shqipëri kanë ndërtu shtëpinë vetë, e kanë shtëpinë vetë, shumë të mirë. Jashtëzakonisht mirë, që kesh me pas zeli çdo anglez këtu për shtëpinë që kanë bërë. Pra se kanë bërë me lekë të mia, se unë s'ju kam dërgule. Po dhe më thonë, Shqipëria nuk është vend që është kaq poshtë nga ana ekonomike. Sepse njerëzit orvaten, punojnë. Po Shqipëria është shumë poshtë nga niveli i mbrojtjes qytetarëve. Nuk i mbron kush qytetar. Nuk e mbron dikush motrën time, që nesër i thot ai punëdhënësi aty, ik zhduku se nduhesh më këtu dhe 20 vjet kanë ikë kështu, s'ka vetë kur gjan. Me thonë me jetu, me punu 20 vjet një kompani angleze, edhe këtu të heke nga puna, se për shembull vani yt bëhet i pa nevojshëm, për mbas një copë kohë gjëra ndryshojnë, teknologjia ndryshon. Edhe bëhet pa nevojshëm me pas këtë punëtor në punë. Po të pagu një kamat të madhe për gjitha këto vite, ke, domethënë rritje, ke vetë një sasi të mirë parësh që të mbron shteti. Po nesër motrës teme dhe motrave tjera, apo burrave tjera, apo grave tjera që jetojnë në Shqipëri sot në këto kushte, ata hiqen e përzihen pa pikë problemi. Edhe përfundimisht, shpresoj
Se pash në lajme që njëri kishte marrë 20 njerëz nga Azia, edhe I kishte punë në Shqipëri. Shpresoj që një ditë ta kuptojnë që vlera më e madhe e Shqipërisë kanë me kanë njerëzit e saj. Vlera më e madhe që I ka ardhur Anglisë gjatë këtyre 20 viteve, jo vetëm nga shqiptarë, po unë po flas për shqiptarë. Janë njerëz që kanë ardhur këtu, kanë hapur biznese, janë bërë profesionista, nga drejtora bankash, nga drejtora në kompanitë më të mëdha që ka këtu. Edhe gjithë janë shqiptarë. Edhe, domethënë, ne jemi njerëz që orvatemi, bajme, kthejme, nuk rrime dur kërç. Edhe kishim bën pash Pandeli Majkun dje në një vend këtu në Londër që erdhi për një kështu. Një event që ishte ashtu. Po, domethënë, këta njerëz sikur për 20 vjet, 30 vjet s'kan pa me sy fare që shqiptarët punojnë, shqiptarët ndërtojnë, kudo që shkojnë. Shumica. Ka edhe nga ata që janë, sepse kjo është ligji I mesatarës. Ka edhe nga ata që merren me budallëqe. Dhe do të ketë gjithmonë. Po ne shqiptarët nuk identifikohemi me këta që merren me budallëqe. Ne identifikohemi me këta njerëz që bajnë punë, që ndërtojnë shoqëri, kompani, biznese, janë shkencëtar, janë thetar. Kaq dhe më thonë, ju falenderit. Okay. Falenderit shumë, Alisa ka probleme teknike për momentin. Unë falenderoj gjithë për pjesëmarrjen. Do të keni mësuar gjithë sa do pak, siç mësova dhe unë, edhe do dëgjohemi herë